Mësoni si ndikon kafeja te sistemi nervor brenda 15 minutash. Kafeja është një nga stimuluesit më të përdorur në botë. Kafeina shpalos vlerat e saj 15 deri në 20 minuta pasi futen në organizëm. Sipas të dhënave, efektet e saj zgjasin zakonisht 8 deri në 14 orë në varësi të gjinisë, peshës dhe moshës. Sipas ekspertëve, një sasi prej 250 mg kafeinë në ditë përmirëson përqendrimin, largon stresin dhe ulë rrezikun e problemeve në zemër, por kafeina ka ndikime të forta edhe në sistemin nervor qendror. Kafeina imiton një transmetues nervor që prodhohet gjatë ditës. Ajo vepron kundër përgatitjes së organizmit për të fjetur. Kafeina ndikon pikërisht te receptorët e trurit dhe përpasoj njeriu është energjik dhe as pak i përgjumur. Siç mund ta themi, kafeina është një stimulues i fortë dhe i përshpejtuar, dhe brenda 15 minutash ka avancuar në të gjithë organizmin tuaj dhe jep efektet e saj.